institucionet nuk më kanë përgjigja asnjëherë. S'po du mua anku, po du më i tregu drejtën që afër 11 ndërhyrje kirurgjike krejt për familjes teme, domethënë me forcat tona. Faza tjetër domethënë rehabilitimi jam, domethënë shëndetësor, më pëlqejnë shumë operacione. Kam pas shumë pjesë granatave nëpër trup. Pjesa jam e noflës këtu shkon shumë e dëmtuar në atë kohë. Kanë pa improvizu ata diçka do hekra do që nuk i konveneshin noflës. Edhe më bëjke dëm. S'kemi pëj shumë. Me që jo marrja 2 java, 3 me musafire me. Po di tash saktu që di që nuk kemi pëj shumë edhe e marrë masnen me vitet tana me operacione të ndryshme. Zhgënim mas zhgënimi masnena. Mungesë e mjeteve financiare për operacione të ndryshme. Institucionet nuk më kanë përgjigja asnjëherë. S'po du mua anku, po du më i tregu drejtën që afër 11 ndërhyrje kirurgjike krejt për familjes teme, domethënë me forcat tona, edhe me një aksion që kon marrë pak ma mëti për një operacion pak ma shtrejt. Pra, jo për personale, se s'po du mu dokë që po cilët bota rrëth meja, se unë jam një individ veç. Po përderisa një person që për vendin e vetë u përpjek, edhe është dëmtu fizikisht për vendin e vetë, përveç që s'u njash noshti zemrën e ato vujtjet ato, të pakten operacionet, kom prit që nuk kanë mi diskutu. Edhe kanë me bo pa mundshën, institucionet me mëqu të thët jash vendit. Kjo më ka pashgjini shumë, fillim, të isha kus kujdesen këta për një invalid, pra për qytetarë, as nuk pëteshin me mëndu. Atër si cilin e kom njoftu familjar dëshmorve, veteran të ndryshëm, që jenë pa asnjë mbështetje. Edhe kom vreqen vetëm nëse je politikisht i orientu ndika, fuqishëm, kështu kontribusi i madh, apo militant që shqythojnë, ajo ty mund është pas fat, nëse është në pushtet filen, ajo i preferu një hytë, edhe atër je krejtë në regull, për ndryshe, edhe kjo është mendësia jonë, më thonë, mendësia orientale, balkanike, që nuk e këshu drejtën vetëm interesin. Kjo më ka pas gënjy pak, po nuk e më ka thuj komplet. Kom vazhdu jetën, unë jemi mundu me forcat tona, i kom ledhë vetën, falë familjes, dashërës në atë kohë, tash gru që e kam marrë për kraje, nuk më ka, nuk ka i kur dorë për me, kena kalu kretë bashkë, kena kryu familje, sa di kena 2 tjemë, thuja të rritën, 18 vjeqë edhe 15 vjeqë, punojmë dëtë, përpiqem, jetojmë, s'kena në jetë luksi, po kena jetën e mirë. Kena harmoni familjare, aty kjo më bën pak të lumtën, janë rregullu disa gjana.